2, 1. Në Universitetin Fan Stelianoli në Korçë u zhvillua ceremonia zyrtare e diplomimit Dita Akademike 2025, ku diplomuan 773 student të programeve të ndryshme nga të gjitha fakultetet. Në këtë aktivitet u nderuan me medalje të artë 2 student, 10 të tjerë u vlerësuan si student të shkëlqyer dhe me rezultate të larta, ndërsa mbi 160 student të tjerë shënuan emrat e tyre në librin e nderit të universitetit. Kjo ditë shënon jo vetëm një përmbyllje, por dhe një fillim të ri. Pas një rrugë të mbushur me përpjekje, angazhim dhe sakrifica, sot festojmë jo vetëm një diplom, por pjekurin tuaj si profesionist të ri, të përgatitur për të dhënë kontributin tuaj në një botë që kërkon dije, integritet dhe aftësi. Studentët e diplomuar ndan emocionet e tyre pas përfundimit të studimeve. Shumë emocionuar sot, pas kaq vite studim, 5 vite, më në fund arrita të vlerësohem me medaljen e artit. Jam shumë krenare sot. Një falënderim në veçantë shkon familjes time edhe stafit akademik të universitetit. Unë sapo jam diplomuar në bachelor infermierie e përgjithshme, jam shumë emocionuar dhe e lumtur gjithashtu për arritjet e mia. Jam krenare si për veten time, po dua të falenderoj dhe jam shumë mirënjohëse pedagogëve, prindërve, gjithë stafit që më kanë mbështetur dhe më ka suportuar në këto 3 vite. Kanë qenë të vështira, por gjithçka arrihet me mund edhe me vullnet. Sot vërtet është një ditë e veçantë për mua, ku të gjitha rezultatet, përpjekjet dhe sakrificat u finalizuan me marrjen e diplomës. Është e vështirë që në të njëjtën kohë të jesh nënë, të jesh mësuese dhe të jesh studente. Ishte një kënaqësi për mua dhe shpresoj që të mos mbyllen këtu ky cikël i studimeve. Të vazhdoj më tej. Këto 2 vite ishin 2 vite shumë të bukura, të mbushura me emocione, sigurisht që ka lodhje dhe sakrifica, por vjen një ditë dhe gjithçka është përples, domos kur ka pasion dhe përkushtim. Falenderoj familjarët e mi, bashortin dhe vajzën dhe pedagogët për mbështetjen e tyre në çdo moment. Universiteti Fanoli mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të formimit akademik në juglindje të vendit, duke përgatitur gjenerata të reja profesionistësh, të cilët do t'japin kontributin e tyre në shoqëri.